Punimet për ndërtimin e parkut rekreativ Dua të luaj kanë nisur në qytetin e Shkodrës, duke shënuar një tjetër investim të rëndësishëm në infrastrukturën publike dhe hapësirat komunitare. Ky është një kompleks sportiv, nuk është thjesht një park, dhe kompleksi parashikon aktivitete për të gjitha grup moshat, që nga lodrat argëtuese për fëmijët e moshave më të vogla, tek fusha sportive të disa llojeve, futboll, volejboll, basketboll. Kemi dhe këndin për moshën e tretë, me qëllim që kur sjellim fëmijën për të pushuar të kenë dhe momentin e tyre të aktivitetit. Projekti synon krijimin e një ambienti modern dhe të sigurt, i cili do të shërbejë veçanërisht fëmijëve dhe familjeve. Parku do të përfshijë fusha sportive dhe kënde të dedikuara lojrash, të konceptuara sipas standardeve bashkëkohore europiane, duke ofruar mundësi të shumta për aktivitete fizike, sociale dhe kulturore. Kemi disa vite tashmë që nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimit jemi duke investuar në një projekt kombëtar, projektin Dua të luaj, që konsiston pikërisht në krijimin e sipërfaqeve brenda qyteteve kryesore, dedikuar parqeve të lojrave edhe këndeve shplotëse për fëmijët, por dhe prindrit. Sipas autoriteteve vendore, kjo ndërhyrje do të jetë pjesë e strategjisë më të gjerë për përmirësimin e cilësisë së jetës në qytet edhe për rritjen e aksesit në hapësirat publike funksionale. Parku pritet të ndikojë pozitivisht në jetën e përditshme të qytetarëve, duke nxitur përfshirjen komunitare dhe një stil jetese më aktiv. Është një lajm shumë i mirë për Shkodrën. Parqet për fëmijë ka qenë një mungesë e qytetit prej shumë viteve. Mendoj se është një nga pozicionet më të mira dhe ka hapësirën e nevojshme për të bërë një park. Ne konsideroj gjithmonë Shkodrën si një qytet për fëmijët, për rinin, edhe besoj se kjo është hapi i parë drejt një qyteti miqësor me rinin dhe me fëmijët. Miratuam në fakt bashkarisht edhe fazën e dytë me qëllim që të shtrihemi edhe në qytete të tjera. Planifikojmë dhe një fazë të tretë, e cila është akoma më interesante sepse nuk i shërben më vetëm gjithë qytetit, por do të futemi edhe brenda lagjeve të vogla. Investimi vjen në kuadër të projekteve për ta bërë Shkodrën një qytet më të jetueshëm edhe më të orientuar drejt standardeve europiane, me fokus të veçantë tek brezëri dhe mirëqenia e tij. Është krejtësisht një projekt i kompletuar, domosdoshëm edhe i mirëpritur. Absolutisht. Absolutisht.